Ky është kompjuteri që të thot ditën kur do vdesësh. Në Korenë e Jugut është krijuar një superkompjuter që pretendon se mund të parashikojë ditën e vdekjes. Sistemi quhet Thanatos AI dhe analizon mbi 400 faktorë të ndryshëm. Analiza gjaku, historia mjekësore, niveli i stresit, madje edhe si lëviz zemra gjatë gjumit. Pasi përpunon të gjitha të dhënat, programi jep një datë të mundshme të vdekjes. Dhe arsyen më të mundshme, atak kardiak, kancer, diabet ose probleme të tjera. Shumë njerëz që e provuan thonë se rezultati ishte tronditë. Disa raportuan madje ankth dhe panik pas përgjigjes. Mjekët janë të ndarë, disa besojnë se kjo teknologji mund të shpëtojë jetë. Të tjerë thonë se është e rrezikshme për shëndetin mendor të pacientëve. Qeveria koreane po vendos nëse duhet ta lejojë publikisht apo ta kufizojë vetëm për përdorim spitalor. Pyetja është: a do ta doje ta dije datën tënde të fundit nëse një kompjuter mund ta parashikonte?